Shqipja, thot ai, ruan një invariant simbolik që lidh fjalët e lashta me ritualet, mitet dhe logjikën filozofike. Kjo strukturë, thot ai, është holografike. Një pjesë e vogël ose një fjalë ose rezonancë mund të zbulojë të tërën. Algoritmi simbolik i zhejt shpreh të vërtetat mëdha universale me ekuacionin e tij, hiçi është një vlefshëm me materjen dhe materia është një vlefshme me antimaterjen. Është I0 i një vlefshme me x dhe e një vlefshme minus x. Është i vetmi ekuacion simbolik në të gjithë studimet gjuhësore në botë. Ai ka vlerën e një ekuacioni si ai i Einsteinit e barës me metësën katror. Në fakt, hipoteza e zhejt ka një bazë shkencore. Baza shkencore e hipotezës së zhejt bazohet në atë që hiçi është një vlefshme me materjen. Do të thotë që Big Bangu nga hiç, nga fush, u krijua materia. Dhe nga materia u krijua dhe antimateria. Por ky është baza shkencore e të vërtetës së ekzistencës së kësaj hipoteze. Kurse ajo shërben si metaforë për ta kuptuar metaforën e madhe që ka ndërtuar zhej, mbështetemi tek e tëra përfshihet në pjesën dhe pjesa përfshihet në tërën. Kjo ka të bëjë me një formë të ekzistencës biologjike që është veza. Veza është një qelizë. Por ajo nga ana tjetër përmban gjithë qelizat e organizmit. Dhe ana sjellës, domethënë veza është siç është një qelizë vetme, është në përbërje të tërës pra të organizmit. Pra kjo lidhje si metaforë është shprehje e kuptimit të filozofisë së gjuhës shqipe, sepse ajo mbajti, ruajti të gjithë kodet e gjuhëve të lashta në botë si një vezë e cila ka brenda të gjithë qelizat, të gjithë gjuhët e tjera. Por cilët janë baza e vërtetimit të hipotezës së tij? Janë hologramet. Për shembull, një nga hologrami i parë është fjala, tingulli dhe kuptimi janë të lidhur thelbësisht me mendimin, që fillojnë që nga piktogramat, kur, për shembull, në sumerishte kemi një elb, kemi edhe një gojë të vizatuar, po t'i lexojmë me gjuhën sumerishte, do të thonë she-ga. She është elbi, ga është goja, me kuptimin e të folurit, she-ga është fjalë shqipe që e frutit tonë që kemi edhe sot. Pra, do më thënë, gjuha shqipe përmban pikërisht këto kodime qysh nga lashtësia. Tjetër, është polisemia. Në gjuhën shqipe, po të marrim fjalët për shembull ndaj dhe ruaj, krijojmë, si thush, një strukturë gati matematikore të koncepteve të reja. Dhe pikërisht kjo është një nga si thush themelet e studimit të hipotezës së zhejt. Ai thotë se fjalët nuk janë vetëm njësi leksikore, por janë njëkohësisht edhe nyje të një strukture gati matematikore të mendimit. Kështu për shembull, ne mund të marrim edhe disa zbatime të këtij kuptimi, siç është rezonanca fonetike dhe rezonanca simbolike. Për shembull, rezonanca fonetike, fjala nap, najt, note kanë një rezonancë fonetike. Jo vetëm përveç kësaj, kemi dhe rezonancën simbolike. Për shembull, djalë, diell, san në anglisht. Do më thënë, gjuha shqipe jo vetëm ruan, por edhe e komunikon nëpërmjet rezonancave simbolike dhe fonetike me gjuhët e tjera të botës. Dhe kjo është e pakundërshtueshme, sepse unë e provova edhe në atë inteligjencën artificiale. Përveç kësaj, për ta mbyllur këtë, gjuha shqipe ose gjuha në përgjithësi është
gjua, logjika dhe filozofia janë të lidhur njëra me tjetrën. Duke mbështetur në gjitha këto që thash dhe duke përdorur si teknik rezonancën fonetike dhe simbolike, unë arrita që ta bëj përkthimin e plot të stelës së Lemnorsit. Ajo mund ta quaj, unë si një rozet që tregon se aty ekziston shkrimi shqip, aty ekziston dhe shqipja. Gjithashtu një hologram e rëndësishme është edhe për mbijetesën e kombit shqiptar që bazohet në një fjalë të vetëm që quhet besa. Holograma e saj mbështetet në 4 shtylla. Fjala e dhënë është nderi, mikpritja dhe bujaria. Të gjitha këto 4 shtylla përmbledhin të gjitha marrëdhëniet juridike, shoqërore, politike, institucionale, të cilat tu qëndron dhe mbijetesa e shqiptarëve sepse të gjitha perëndoritë që kaluan mbi ne nuk mund ta shpërbenin pikërisht të.